Kjo është banesa e familjes Seminaj në fshatin Çelebi të njësisë administrative Trebish në bashkinë e Bulqizës. Fatkeqësitë e kësaj familje ka ndodhur njëra pas tjetrës, ndërsa kryefamiljarja Dallëndyshe Eminaj bën apel për ndihmë. E detyruar të rritë fëmijët e saj e vetme pasi burri e la 4 vite pas martese, pasi humbi jetën nga përballja me një ari të murmë në mal, jeton në shumë vështirësi ekonomike. Me vajzën e saj të sëmur Jonidën, Dallëndyshja thotë se ka të pamundur të përballojë shpenzimet ekonomike. Të ardhurat e vetme të familjes janë ato që vajza merr nga kempi pasi është operuar në shtyllë kurrizore dhe ka të pamundur të punojë. Kryefamiljarja shprehet se as për kujdestarinë e vajzës nuk merr lek, ndërsa edhe vetë vuan nga shumë sëmundje kronike. Unë më ka lënë burri 4 vjet martesë. E ka dëmtuar Arush. Tani unë ngella me 2 gocë. Njëra ishte 2 vjeç, tjetra 9 muaj. Kemi pas probleme, kemi jetuar me shumë sakrifica, kam mbledh lule në mal. S'më ka ndihmuar asnjëri. Ja goca u smur, ka 10 vjet që bredhim në për spitale, e operuam, po ajo prap smundja vazhdon. Rak e shpia, e theu dorën, ja shpia si është, kanë ardhur 10 erë këtu, për tërmete, për asgjës në kanë dhënë. Kërkojnë din, nuk në kanë ndihmuar nga shteti, nga bashkia. Për kujdestare kam bërë disa herë letra, nuk më kanë bërë. Edhe dosje të re bërë me letrat e kemi bërë. Kjo, 70.000 lek, për çdo muaj marrim ilaçe, merrëm bursim, nuk i kanë bërë. Unë vetë jam me smundje kronike. 38 vjeçarja Jonida Eminaj thotë se është operuar 3 herë dhe se e ka të pamundur të punojë. Pos problemeve shëndetësore që ka ajo dhe nëna e saj, një tjetër problem është faturimi i ujit të pishëm. Sipas Jonidës, familja e saj ka një debi prej 200.000 lekësh të vjetra dhe e kanë të pamundur ta paguajnë. Në 2021 ishin gjithë sistem kurrizore nga skolioza. Tani 2024 kraun e djathtë u rrezova këtu në shtëpi. Ja si është shtëpia. 13 vjet jam bëgë 3 herë operimi, kam smundjen e skoliozës, e pastaj u rrezova edhe në shtëpi, edhe kraun e djathtë kam bë. Kam bë 2-3 herë kërkesa ke kryetari e bashkisë, ajo s'na është përgjigjur, erdhi para 3 vitesh, na premtoi se do na hiqte ujit. Erdhi sepse jemi edhe familje në nevojë. Erdhi me drejtorin e ujësjellësit edhe administratorin që ishte. Edhe na premtuan se do na hiqnin ujin. Kur pyetëm tani, na i morën votat, kur pyetëm tani, ajo thot s'di unë gjë, 200.000 lek ati, kush do paguaj ato? Ku do i gjej unë? 100.000 lek ma unë. As shtëpi kemi neve, ku të shkojmë. As në qytet, as njerëz kemi, as kush të punoj, as me mamë, s'kemi tjetër. Jeti ime jem rritur. Administratori në dha letër, tani për vajt atje 200.000 lek. Ku do gjej unë tani? Ujtin, pa pagu. Ujt, ja, më ka dhënë administratori letër, do hiqet uj. Tani uj 200.000 lek. Ku do gjej unë pare tani? Goca është për kontrol. As për kontrol kemi lek, as për dritat tani. Ujin. Ku do gjej unë tani lek, 200.000 lek? Veç problemeve social-ekonomike, banesa e familjes Seminaj është dëmtuar rënd edhe nga tërmeti i vitit 2019 dhe është e pasigurt. Megjithëse ju është premtuar një banesë e re, ende asgjë nuk është bërë për ta.